Në vitin 2024, mbi 411.000 vetura u regjistruan në Kosovë. Kjo një shifër rekord. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2024 u regjistruan 580.861 mjete motorike dhe jo motorike. Duke krahasuar me vitin paraprak 2023, kjo shifër është 12.7% më e lartë. Pas veturave, kemi mbi 60.000 automjete transportuese deri në 3.5 ton dhe 27.000 mbi këtë peshë. Shto këtu ofër 8.000 motocikleta dhe mbi 2.500 traktor. Lista vazhdon me mbi 2.600 autobus e ofër 1.700 kombibus, duke bërë 2024-ën vitin me më shumë të mjete të regjistruara ndonjëherë. Duke u bazuar në këto të dhëna të OSK-s, që nga viti 2015 deri në 2024, faktet tregojnë që viti 2016 kishte më së paku mjete të regjistruara, dikun mbi 320.000. Ndaq me pa fakte tjera si kjo, mos prito me na ndjek në mediat sociale.